Fillimisht më lejoni t'i shpreh mirënjohjen time të pakufi qytetarëve të Tiranës, të cilët mbrëm e mbushën sheshin Nën Tereza në Festën e Demokratëve, e që sot vendosën të përçmonin tallavan e shërbëtorëve të krimit të organizuar. Faleminderit pafund qytetarisë tiranase, të rinjve të rejave të Tiranës, familjeve tradicionale, të gjithë atyre që janë njerëz të lirë. Po përse në fakt shqiptarët e neveritën tallavan e sotme? Sepse në këto 12 vite Edi Rama u premtoi shqiptarëve rend e siguri. E në fakt ju dha Sajmir Tahirin, i cili e ktheu Shqipërinë në një parcel të madhe kanabisi. Ju dha Fatmir Xhafën, vëllain e trafikantit më të madh të kokainës në vendet e Bashkimit Evropian. Ju dha Taulant Enkroçatin, i cili u dha pasaportën e artë të gjithë kriminalëve për të çndëruar Shqipërinë në narkoshtetin e parë të Europës. E në fund, duke u rikthyer ke babai i tij ideologjik, emroi nipin e Enver Hoxhës si ministër të brendshëm garant të bandave dhe të krimit të organizuar. Përse u braktis tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve shëndetësinë falas, e në këmbim ju dha atyre Ilir Beqen, i cili me 2 koncesionet famkeqe të sterilizimit e të check-upit e la shëndetësinë në rrugëve pa krye e për t'i vënë kapak, ropi edhe fondet e Bashkimit Evropian. Stafetën e shëndetësisë rrugëve e morin pas Ogerta Manastirliu, e cila i vrau shqiptarët përfundimisht, duke lënë fëmijët me leuqemi pa mjekime, nënat tona të cilat nuk diagnostifikohen dhe kurohen dot nga sëmundje tumorale, e gjithë shqiptarët të lëngojnë me ilaçet skaduara. Pra shëndetësia falas u shndërrua në genocid, e spitalet në kampe përqendrimi. Përse u refuzua tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve legalizimet falas brenda vitit parë të mandatit, brenda 2014-s. E në këmbim ju dha atyre Blendi Klosin, i cili me task force-ën famkeqe të pronave grabiti të gjithë bregdetin shqiptar nga jugu në veri. Për të bërë çfarë? Për të bërë investitor strategjik Olta Xhaçkën e të gjithë grupet më të rrezikshme kriminale në vend, duke e kthyer kështu turizmin në lavatriçen më të madhe të pastrimit parave në vend. Ju dha Uluzi 184, i cili zgjedhet i shndrojnë panajirin ku demonstronin aftësitë për mbledhje votash krimi organizuar. Përse u përbuz tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve investime në infrastrukturë dhe energji. E në këmbim u dha Tërmet Gjiknurin, shërptorin e verbër të Megonigalit dhe të Mirel Mërtirit, si dhe Lubi Ballukun, e cila pasi gëlltit 24 milion euro për kilometër, i turret e babzitur tokave të fermerëve për të gostitur të pangopurit e 5B-s me parqe fotovoltaike. Ndërsa për dëfrim mban Tigrin 1 dhe Tigrin 3 në kafazin lundrues që vlen 100 milion euro. Përse u tallavaja e sotme? Sepse Edi Rama u premtoi shqiptarëve ujë të pishëm 24 orë. E në këmbim ju dha atyre Erion Qeliajn, Biftek Nusret Maznikun dhe grupin e strukturuar kriminal 5D, të cilët jo vetëm mbushën rubinetat me ujë toksik, por betonizuan çdo cep Tiranës, shembën teatrin kombëtar, e për t'i vënë kapak dhe vulën gjithçkaje, helmuan Tiranën me plera për të vjedhur qindra milion euro me inceneratorin Fantazëm dhe me grupin e tyre kriminal dhe kompaninë e 5 drejtorëve. Të dashur miq, besoj se e kuptoni tani se pse u mbush dje sheshin Nën Tereza si asnjëherë më parë, sepse Partia Demokratike në fakt nuk është vetëm një forcë opozitare, denoncuese e qëndrestare. Partia Demokratike është alternativa qeverise e besueshme dhe konkrete për shqiptarët. Alternativa që ka dëshmuar në historinë e saj se mund të çojë vendin në zenitin e rritjes ekonomike e zhvillimit politiko-shoqëror. Për cilin do që shfaq skepticizëm mbi programin ton, ne ju themi se parat janë tashmë këtu. Energjit janë këtu në këcalën gjithë Shqipërinë, pasurit dhe burimet natyrore janë këtu. Njerëzit e mrekullueshëm, punëtorë kreativ janë po ashtu në këtë vend, janë në Shqipëri. Ajo që mungon është vullneti për të ngritur këtë vend në piedestalin që meriton. Dëshira për të qeverisur në mënyrë demokratike dhe jo për të sunduar me despotizëm e plaçkitje. Pas një dyshim që ndërhyrja e parë, emergjente dhe drejt për drejt e Partisë Demokratike është paketa e emergjencës. Nuk mund të flasim për rritje ekonomike dhe turizëm ndërkohë që pensionistët, familjet e reja, të rinjt jetojnë në kufirin e varfërisë e pabrazia sociale është e tejskajshme. Masa e parë do të jetë miratimi i minimumit i jetik prej 200 eurosh,
i cili garanton çdo pension, pleqërie, invaliditeti apo ndihmë ekonomike, respekton dinjitetin njerëzor. Paga minimale 500 euro, siguron çdo tri apo punëtor në punët më të vështira se mund dhe duhet ketë një shpërblim të denjë për dinjitetin e vet. Paga mesatare 1200 euro, i jep profesionistit në sektorin publik apo privat statusin që meriton dhe shanset reale për të mundësuar banim dhe mirëqenie për familjen e tij. Çmimi i energjisë në 7 lek për kilovat orë u mundson qytetarëve të vendit me burime të mëdha hidrike që të paguajnë një çmim të drejtë përkundër zhvatjes qeveritare të deritanishme. Partia Demokratike angazhohet të rimëkëm sistemin shëndetësor me dyfishim të buxhetit për shëndetësinë, sepse asnjë sistem shëndetësor serioz nuk mund të ngrihet mbi keq financim dhe mungesë të bazës materiale elementare. Krijimin e një modeli të ri sigurime shëndetësore që ofron më shumë mundësi dhe konkurrencë për pacientët, zgjerim në listës barnave të rimbursuara dhe garantimi i cilësisë së tyre duke u dhënë fund ferrit ilaçeve skadente e çmimeve të papërballueshme nga shtresat më të brishta ekonomike. Programi për rinin synon që të jap fund dramës familjare dhe shoqërore të shpopullimit. Çdo prind shqiptar meriton të ketë afër bijt e bijat e veta. Kjo është arsyeja që edhe unë, si një i ri, edhe pse kisha mundësinë, studioja jashtë, studioja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosa të kthehem për të qëndruar pranë familjes sime, prindëve të mi. Çdo prind shqiptar meriton që fëmijët e vet të ketë në shtëpinë e tij apo të saj. Dyfishimi i buxhetit për arsimin, çdo teori zhvillimi apo ngritje sociale vendos theksin tek arsimi si faktor kyç, e nuk mund të ketë arsim modern pa një model serioz financimit në nivelin e pagave, në shpërblim të kërkimit shkencor e në investime në pajisje dhe infrastrukturë arsimore. Një çati për çdo çift. Saga e familjeve të reja për strehim duhet marrë fund, shteti duhet marrë përgjegjësinë të financojë 20% kredive e 30.000 euro kredi pa interes për çdo çift të ri në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht, të dashur miq, këto masa janë vetëm fillimi. Shqipëria ka nevojë për reforma të thella në administratë, infrastrukturë dhe mirë menaxhim të buxhetit. Por, të dashur miq, ne tashmë kemi vendosur ta heqim qafet keqen e madhe që i ka rënë Shqipërisë, i ka rënë këtij vendi dhe që quhet Edi Rama. Një fjalë kam për gjithë ju, miq në këtë sallë dhe ata që po na ndjekin përmes ekranit. Askush nuk besoi 2 vite më parë kur nisëm rrugtimin për çmontimin e grupit strukturuar kriminal në Bashkinë Tiranë të drejtuar nga Erion Veliaj. Shumë kush qeshi, shumë kush sa tërhiqu, shumë kush ishte cinik e mosbesues, të tjerë madje patën kurajon edhe të na kërcënojnë. Por ja ku jemi sot këtu para shqiptarëve, ja ku jam dhe unë sot para jush, pas 2 vitesh me një zotim të Partisë Demokratike të mbajtur. Sot ju premtojmë se ashtu si çmontuam kështjellën e Rërës në Bashkinë e Tiranës, e cila zuri nën vete tigrin prej letre që quhet Erion Veliaj, në drejtimin e Sali Berishës, kryetarit Partisë Demokratike, me këtë program qeverisës shkëlqyer, me votën tuaj, me besimin Zot e familje, ne do të shembim përfundimisht instalacionin pa leje në kryeministri që quhet Edi Rama. Ndaj le ta bëjmë natën ditë në këto 29 ditë që na kanë mbetur. Trokasim në çdo portë shqiptarëve, të shtrëngojmë çdo dorë, shohim çdo shqiptar në sy, t'i japim dorën çdo kujt, sepse një ditë e re do të lind 12 maj, do të lind dita për gjithë shqiptarët dhe Shqipërinë, për 33-a. Ndaj le të bëhemi bashkë e ta kthejmë në festë të gjithë të 30 ditë që kanë mbetur, përpara me Partinë Demokratike, përpara me Sali Berishën, përpara me shqiptarët e lirë. Fitore, fitore, fitore!